Fillimi I zbatimit të projektit për ndërtimin e ujësillësit Tragjas Himaru shoqërua me përplasje fizike mes banorëve të Tragjasit e të disa fshatrave përreth me policin, teksa Inspektoriati Kombëtar I Mbrojtjes së Territorit nisi shembjen e disa godinave. Projekti për ujësillësin devijon rrjedhën e burimeve ujore të fshatit, ndërsa banorët thonë se kjo do të dëmtonte furnizimin për nevojat e tyre. Me devijimin e burimeve ujore, banorët thonë se gjithë Tragjasit dhe fshatrat përreth mund të mos furnizohen mjaftueshëm me ujë të pijshëm, gjë që sipas tyre do t'ju dëmtojë ekonominë, pasi do të detyrohen të mbyllin çdo biznes dhe të mos mbjellin më tokat bujqësore. Ne jemi kundërshtim se sasia e ujit është shumë e vogël, është limituar dhe nuk mjafton për hotelerin që ka bregdeti radhimës edhe Tragjasi, bujqësia, gjitha blegtoritë e gjitha. Dhe vetë fshati ka shumë pak ujë, rreth 30-40 minuta ujë në ditë, gjysmë e fshatit. Ne nuk do t'i lejojmë ata me çdo kusht sepse është jetik për ne. Banorët e Tragjasit pohojnë për News 24 se shqetësimin e tyre kanë përcjell edhe në Bashkinë e Himarës, por përgjigjja e vetme e dhënë prej tyre ishte ky aksioni I KMT-s për prishjen e disa godinave. Kemi njoftuar kryetarin e bashkisë, kemi bërë një takim dhe vetëse na ka dëgjuar, nuk na ka kthyer një përgjigje për kryetarin e bashkisë. Sot në mëngjes na është bërë një provokim shumë I rëndë, me thënë një rrethim barbar I gjithë fshatit Tragjasit, me autoblinda, me makina, me skafandra, me polici, me ambulanca, terror. Kanë goditur në zëmbër të fshatit. Kjo është një thik që ja ngulën fshatit Tragjasit, pa marrë parasysh që këtu ka banor. Banorët paralajmërojnë se nuk do të lejojnë që projekti ujësillësit të zhvillohet, nëse ata nuk informohen për sasinë e ujit që do të shkojë në Tragjas dhe në fshatrat pranë dhe se sa ujë do të shkojë për zonat e tjera. Ta kenë të qartë, kjo qeveri, ajo që do vi, nuk e merr dot ujin e Tragjasit, vetëm me një kusht dhe marrën ujin e Tragjasit, kur të shuajnë të gjithë fshatin. Kjo nuk është protesta e parë që banorët e Tragjasit zhvillojnë kundër projektit të ujësillësit. Vjedhjet në pronat private në fshatrat e Shkodrës, ku kryesisht kanë mbetur vetëm të moshuar, janë shndërruar në shqetësim madhor për ta, teksa pjesa më e madhe e të rinjve kanë emigruar. Të moshuarit shpesh po përballen me grabitësit, të cilët marrin gjithçka, që nga veglat e punës, bagëtit, para dhe orendi shtëpiake. 65 vjeçari Hamid Bushaj, nga fshati Kullaj I Postribës, thotë se jeta e tyre shpesh është vënë në rrezik, ndërsa do të detyrohen të mbajnë armë në shtëpi për vetmbrojtje. Kanë ndajmëruar në telefon që kanë vjedhur rrjetën, para I javët kanë ardhur dhe kanë marrë dhe kanë hek. Unë jam kanë shmur me gjumë, s'ka mujt me dalë me pa, për zotet friksu vjena, se me dalë këtu me hasën se duhet me shkudam. Njihen atë pa sigur, po na ban mua armatosh, me rujtë edhe shpjet, që plak e plak. Ai për I pare që vjen në vjeth në tokë, vjen në vjeth edhe në shtëpi. Gjatë të bajmë, manena, o me rujtë vetën në është marrë me mëtë. 65 vjeçari I bën thirrje policisë të identifikojë grabitësit dhe t'i vërë ata përpara përgjegjësisë penale. Po, kote hunit dhe 2-3 vjedhje ka pash. Jo me rritë, jo me rëgjë, jo me rëtë tjetër, jo me rëpem. Po, kjo gjë është ju shtuë. Jana pleq shtu, kana me e marrë me hasën këtë vjenë, shteti duhet vujnë dorë, ta mrojnë këtë pasoni që kana, mos në alojnë me shkatru, marrë dhe me vjellë, marrë dhe me pre, se në shmarrim pleq me nej natën në rruje këtu. Pa kohë më parë, në një banesë tjetër në fshatin Kullaj të Postribës, u vodhën 120.000 lekë, ndërsa një tjetër rast u regjistrua në qendër të qytetit, ku një ish mjeku ju vodhën në banesën e tij rreth 100.000 euro. 2 familje në fushë Bulqiz kanë mbetur në qiell të hapur pasi banesat e tyre që ndodhishin nën të njëjtën çati u përfshin nga flakët mbrëmjen e së hënës. Fatmirësisht, në momentin e rënies së zjarrit, në banesë nuk ndodhej askush. Shtëpia na djeg, kena ngel në qiell të hapur, jena 6 persona, siç është. Nga ora 7 Heqrek 7:20 na morën telefon se a djeg shtëpia. Kur na morën telefon e erën, këtu I kishte dalë zjarrin çati. Tani kena nel nëpër njerëz, natë ke njëri, natë ke tjetri. Çfarë të bëjmë na, ku përpjasmish. Babin e kam invalid. Për vetë që shtu me punë të serollat, çfarë të bëjmë? Zjarë kanal të zjarë fikse nuk kishte mundësi se flakë madhe nuk ishi. E në unë kërkoj shtëpi nga shteti, të më ndihmoni. Jam invalid. Ndonë se zjarfikset ndërhyn për izolimin e flakëve nuk u arrit të shpëtohej asgjë, për shkak se zjarri u përhap me shpejtësi duke marrë për masa të mëdha. Paraprakisht dyshohet se shkak për rënien e zjarrit mund të jetë bërë një shkëndijë elektrike, ndërsa specialistët e mbrojtjes civile pritet të hartojnë një raport ekonomik në ditët në vijim.